Dash Sula betohet për fjalë burrash para Ramës në një ceremoni të veçantë që tërhoqi vëmendjen e medias dhe qytetarëve. Dash Sula ka bërë betimin e tij publik, duke premtuar se do të veprojë me përgjegjësi, ndershmëri dhe integritet. Ai përdori shprehjen e njohur fjalë burrash, duke theksuar se çdo premtim që jep është i patundur dhe i lidhur me përgjegjësitë që merr. Në këtë ngjarje ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili dëgjoi me vëmendje premtimin e Sulës. Ceremonia, sipas organizatorëve, ka për qëllim të tregojë seriozitetin e angazhimit të Sulës dhe të rrisë besimin e qytetarëve ndaj figurave publike. Analistët politik vlerësojnë se ky akt simbolik mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në marrëdhëniet e tij me liderët e tjerë politik dhe në perceptimin publik. Duke e shndërruar betimin në një mesazh të fuqishëm për përgjegjësinë dhe transparencën, Sula u shpreh se ky premtim nuk është thjesht një formalitet, por një angazhim serioz që ai do të mbajë gjatë gjithë mandatit të tij, duke i shërbyer qytetarëve me përkushtim dhe pa kompromis. Ai theksoi rëndësinë e fjalës së dhënë si bazë e besimit dhe si element kyç për funksionimin e institucioneve. Ceremonia u përmbyll me duartrokitje dhe shprehje mirënjohjeje nga të pranishmit, duke shënuar një moment të rëndësishëm në karrierën politike të Dash Sulës dhe duke nxitur debate për rolin e fjalës së dhënë në politikën shqiptare. Këto kisha unë, tani ta mbash me shëndet përgjegjësinë dhe tani ka ndryshuar rolet. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zonja ministre, të nderuar kryeinspektor të Inspektoratit të Gjithë Republikës së Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, kam pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Unë ndjem krenar dhe modestisht them se kam dal nga ky parlament jo si një hipokrit, si një servil apo një lëpirës.